përsëri do kthehemi tek ikona e drejtësisë të troplinëve dhe Altinëve, Altin Dumani, Altin Troplinit, Irena Gjoka. Në mars të vitit 2024, Gazeta Tanea boton shkrimin se Irena Gjoka është dëbuar nga Greqia. Me 4 mars 2024, KLG-ja nxjerr deklarat në mbrojtje të Irena Gjokës, fytyra e vërtet e qeverisë së drejtësisë. Kushte kjo në atë kohë ka qenë Llagamin, mos gabohem, Llagami e cila për qytetarët deklaron se nuk ka drejtësi, kurse për vete merr me proceset shpejtuara 3 milion euro shpërblimin për pronat e veta. Natyrisht pronat kanë qenë familjes, nuk mohohet, por që ti marrish ato me një shpejtësi të rrufishme, vetëm ajo e ka bërë këtë dhe ndaj dhe bënte deklarat në mbrojtje të Irenës. Me 4/5 përsëri me 4/5 2024, Gazeta Prototema nxjerr vendimin e gjykatës për dëbimin e Irena Gjokës. Me 7 maj 24, prokuria e përgjithshme 7 maj 24, në ribëntar, ja? Para 20 muajsh, deklaron se po nis hetim të thelluar. Pra, prej 18 muajsh e mban në sirtar hetimin pa asnjë rezultat. E ka futur turshi. Kjo është ligji për ta. Këta janë njerëzit e ligjit. Këta janë njerëzit e ligjit që i paguani ju o qytetar me rrogat më të larta në Europë. Urdhoni? Dhe që i votoni ju politikanët. Ne nuk kemi votuar kur këta. Reforma. Këta nuk kemi votuar. Unë po bëj fjalë për persona, sepse këtu, me qenë se doni, absolutisht ka njerëz të ndershëm, ka njerëz punëtor, njerëz që kanë dëshirë të bëjnë ligjin. Do ishte gabim të mendoj se janë të gjithë Troplin apo Irena Gjokë. Por ky është një binom, me qenë se jemi këtu. Troplini mbron Gjokën dhe vetëm njësi Altin Troplini mund të bëjë një gjë të tillë. Mund të pranojë një delinkuente siç është Irena Gjoka, duke ditur që diskrediton çdo ditë gjyqtarin, prokurorin, por duke qenë peng që të dy. S'kan interesa tjera përveç interesave të tyre personale. Janë, në një fjalë, janë dy faqezi që kërkojnë të nxjin faqen edhe tjerëve, po të tjerët nuk janë si ata. Jemi realistë, sepse do ishte gabim të mendonim se të gjitha ata punojës aty kanë moralin e pojës skapit apo të Irena Gjokës. Me datën 2 maj 2025, gjykata e Anis shon vendimin me vul apostile, jo vetëm për 2 dëbimet e Irenës, por dhe vendimin penal, dënimin e saj penal të formës prerë. Me datën 5 maj 2025, paraqita para jush këtu vendimin me vul apostile para dyrëve të skapit. Me datën 5 maj 2025, Irena Gjoka mohon që t'jetë dënuar. Pra, a ka më faqe zezë se kjo, t'u pyesun ju, një gjykatëse është një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme për një shtet, një grua, një nën, që merë heqë çdo lloj cipe dhe u thot mediave se nuk ka qenë kurrë dënuar. Unë besoj se nuk ka njeri i ndershëm që mund pajtohet
me një person si kjo, që s'ka norm, s'ka standard, s'ka moral, por mbrohet nga Altin Troplini. Ajo mohon që t'jetë dënuar ose të burë nga Greqia në intervist dhënë gazetës apo portalit Birn. Është vërtet kjo? Është vërtet. Është vërtet. Mos harroni se kjo do të thot krim në vazhdim. Kjo do të thot, ky mohim do të thot dyfishim i krimit të kryer, sepse fshehja në formularin e dekriminalizimit, fshehja në formularin e vettingut, fshehja në ILDKP, të gjitha këtyre, ILDKPI, përbëjnë krimen vetvetes secili prej tyre. Pardje, siç e dëgjuat, një ministër i qeverisë rumune, vendantari i Bashkimit Evropian, dha dorëheqjen vetëm e vetëm se nuk kishte pasqyruar një ndodhi të tij në formularin e deklarimeve në ILDKPI. Por natyrisht ai është një ministër, njëri i qytetëruar, që merr përgjegjësi për gabimin apo fajin që ka kryer, kurse këtu kemi të bëjmë me kriminal që fshihen para krimeve të tyre dhe mbrohen nga njeriu që paguhet, për të mbrojtur qytetarë të tjerë nga krimet dhe nga krimi. Pra, nga prokuror Altin Troplini është shndruar në avokatin e shpërftyruar të Irenës me 5 mbiemra. Me 6 maj 2025 del prokura e vitit 2023, që Irena, pra një ditë pasi kishte mohuar, një ditë pasi kishte thënë që s'kam qenë kurrë dënuar, doli prokura, të cilën Irena me shumë mbiemra e kishte lëshuar për noterin në Fier për të marrë avokat që të kundërshtonte vendimin e dëbimit nga Greqia. Pra, bie tërësisht alibia se nuk kishte djeni. Për të gjithë ju, për të gjithë shqiptarët, por jo për Altin Troplinin, i cili sklav i veprave të tij është i detyruar të sillet në këtë mënyrë, të poshtroj veten dhe të mbroj, të shtrohet nga prokuror në avokat.